Do të takohemi në Viskanismë shpall da krijesa, ju peshini shumë mirë Allah i Gjileshane hu i kanë shu në tokë. Da krijesa se s'kim po kur, pa dalemit nuk i kim po kur. Jo, musliman jam, i përket edhe lusa Allah i një fali 5 vakte, po kam respekt edhe kundër fesë katolike. Nuk jam kundër, apo dhe. Po shkojnë kish, kesh në gjami u fala, bona një lutje të Allah i Gjileshane hu. Dita kiametit do të vjen se shpejtje, peshini dhe ju vetë. Se na kem pru, ju të rritë keni pru, se na të maqme se kem pru, e dini shumë mirë, shkajni të bo. Shëndetje, ndërua, mirë, seni, afjeta, po shut mirë. Me da halë që shtu pesheni halë që shka në kanë orë, në ka pru, jo zoti koshe me ti falë Allah, po ka pru një revë në këtë tokë, se nuk që kosh me ndimu kërkuj të varfrit, as me janë gjithë dorën, as me bo bismillah nima zotit, Allahit. Po kanë harru zotin kretë, po ishala e bjenë nërmen një herë për zotin. E ju afruan metë në vend, nuk i hupin metë, i vinë metë në vend. Ishala zotin ishë problem të anvis, që që kanë qukrujt. Ishala loj ma zotin fort. Ku vrat vla me vla shqiptari, ku kundërshtan motërën e rej grun, e vran grun, thmijet. A thot Allah ishtu, Allah nuk thot ashtu. Allah i thot puna mirë, banë mirë se zotit a këthan të mirë në dion. E mes puna një palec, puna një milec ju lutëm. Që kjo kja këshilla me javë shpigu, se shka duhet për Kosovë me vepru e me gjeneru. Ku jeton falë? Unë jetoj në Pevën, jam katëndari pjes. Qytetari jam, katënar gjithë si nga kam po e nga bo qytetar tash. Pide një dhe vetë shumë mirë, po ju lutë më herë e baj lutje, apel gjithëve, shqiptare ku do që janë në Kosovë dhe diasporë. Im ledh një metë, me si hup një metë, se Zotë i madhë. Kini me shiju me Zotën natën, e dini shumë mirë, jo me mu. Po ma ta nëllë, e ju lutëm qanë e mirë në më zveti, mëse qanë i kecë. Me sa shoj i praktiku si fesë, a i falë 5 ko namaz? Po i falë i batë, unë nuk i kam fejnë diqka etnik, unë jam fejë internacional edhe katolikit i du, nuk jam kunder se Zotin e ka falë gjithë ju dini, një Zotë e kema një shenjt, një Allah, një lutje kem, një amen e kem gjithë shqiptarët ku të që jetujem, në diasporë dhe Kosovë. Ama i bëj apel, keni kujdesin të e keni arrua ta nëllë. Po ishallah ja bja metë, no, ju merë krejt. A i se qanë krejt, kunder atis është, kunder njerë, kunder ligjit. Duhet me pas respekt kunder ligjit, bisa për... Për ata që besojnë Zotë, që thënë nuk eksiston Zotë. Për ato unë se jap as dorën ati, as nuk i thamë selamin, as nuk i thamë koflivdu Krishti, as sen. A i nuk ka njeri për mu, a i është me ata ko flerktujt. A i ka punë me ta, unë s'kam punë me ta. E Zotin vinë me pas respekt, dashuri kunder Zotit, kunder njerëzimit, me pas dashuri, me një dëgju një tjetër, me s'mo ban kunder tjetërit, mi thonë, po m'pas ti, kur bëjsh ti, bëj edhe në mërë me një kashore boka, qështu, nuk kam kunder diçka kunder teje, shqyqyrë se ta ka pru Allah, nërë, Gjileshane hu, Zotit. Sa beson ditën e rinjalljes, a kemi rinjallë? Një ditë kemi rinjallë gjithë shpirtat atje, të Zotit të Krishti, Jezu Krishti, e se shojnë Krishti, na kresht a jem, këshur një dur, të jem kresht, tina jem gjithë, po të alloj, po njerëzimi ka do këtu fe, njeri, se na tani jem kanë shqiptar katolik, po ra që kjo fe, e që kjo dalim, nuk ka dalim e ti kur dhe njerit, na kresht jem gjithë, se pi Krishtit, Jezu Krishtit, jem që tokë shenjt, kjo thire tokë shenjt ju dini shumë mirë, si musliman, si katolik, kjo tokë shenjt, zdo me nëzjes ku qoni du të me pus këtë tokë, jo me shajt e me pështy, e me idhnu tokën e Zotit, Allahit. A i përket fesë muslimane, apo katolikës? Jo, musliman jam, i përket edhe lusë Allahit një fali 5 vakte, po kam respekt edhe kundër fesë katolike. Nuk jam kundër, apo dhe. Po shkojnë kish, kesh në gjami u fala, bona një lutje të Allahit Gjileshane hu. Cilën lutje bone? Laj, Allah Muhammed Rasullu, Allah kulli vallahi hak, Allah i samed vëllaj min, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allah i Gjileshane hu, më rahmetin e vetë, që në kanë shunë e tokën e vetë. A beson që një ditë do të takomi me ato kryusin tonë? Po një ditë do të takomi në Viskanismë shpall da krijesa, ju peshini shumë mirë Allah i Gjileshane hu i kanë shunë e tokë. Da krijesa se s'kim po kur, pa dalemit nuk i kim po kur. Nuk kim mujt me vrejt atë fe, feje po nuk kim mujt me verifikuat ato që kanë shu Allah i Gjileshane hu në tokën e vetë. Edhe për shanë da gjera, peshin një vetë që ka po bëtë në Facebook, shumë mirë një të përtjeli u të rritë, unë tash jam mosh 50 vjeqare, unë veç me nej mirë për të rritë, për moshën e re. Unë me nej mirë mi po mirë diasporën,
Kosovën, mi po pisa të kjesht të lujtë të mahit, jo të vra të shajt. Ku shkon ajo? Që të nënmen pak, jo i ri e vetë. E patëm një rast në Prizren që ndodhi. Po? Shtetas jo i Kosovës, Po turk. s'da me thonë, shtet i unë është. Se lutem. Ta përfundoj pyetjen. Një shtetas turk që domethënë varau vajzën, plagosi domethënë vajzën tjetër edhe gruan. Ai ka thënë, po, tha që ai domethënë unë do më shku shehit me i vrarë domethënë gjithë Ajo familjen. pa fe. Ajo nuk ka sa Zoti se pranon Allah xhileshone, ai çfarë shahidi, ai drejt kofla këtu, shitan. Ato veç shitani ka punë me ato. Edhe qërë, ju lutëm, ju bëja apel gjithëve shqiptarëve që jetojnë në Kosovë dhe diasporë, si qënë me nxetë dhe mbrëmje, Allah ndihmona. Allah sa bojnë që na ke falë, që na ke mundcu këtë shpërblim tonin, të Allah i gjileshone hu, na ke shunë token tonë. Me bismillah fillon punën, me bismillah fillon ushqimin, me bismillah fillojnë tanat, gjitha gjartë, me bismillah fillon edhe kjerë ku të vëzirë, me bismillah Allah i ndihmon. E Zot ndihmona. A shkon një person shejik nëse domethënë i vran familjen e vet? A e din shko është, a i shkon të Zoti, a i ka me shku në gjinem. Me ato ka më kollë, a i ka me qitë, a i ka punë me ato, jo me Allah. Allah i thët ka pe gjuja tja. A kini pa shumë mirë kini vrejt, një urë, e gjenetit, e gjenemit. E gjenemi është se ki hinë gjena, bëtë që jam. Gjenemi kime shku ura, ka më të ndo vetë, aty edhe kime ra, kime përfundu, as gjallë, as ki dion, as në dion. Nuk i këzistan shpirtit. A beson gjenem edhe gjenet? E besoj gjenemit dhe gjenetit. Për shka për një punë se gjenemi është hin haram diçka, ban një vrasje, ban një hakmarje, një politik, një gjest palidhe se nuk përsëritit a i gjest. A i nuk përsëritit as të Allah i gjileshone hu, e manin men shumë mirë. A i gjest, a i të visht të verifiku, të mashtru vetën. A i menën se qërë një ditë, menën se o të dojnë dritë. A i visht që atë të mashtru vetën deri në fyt, të sharru. Si jo të fitu. Sa i firko është ditës së kiametit. Dita kiametit do të vjen se shpejtje, peshen edhe ju vetë. Se na kem pru, ju të rritë keni pru, se na të maqme se kem pru, e dini shumë mirë, shkajni të bo. Shkan qika ojgjës me djallë të ojgjës, shkan të zoke me të zoke, shkan vla me motër, shkan baba me qik, shkan biri me ato. E që ata, Allah i nel gjileshone, nuk ka shpresat të ju. Ju keni hup shpresën të Allah i gjileshone, balë shkani në gjamiën kish, lutë ju, Zotis të falë, e dini shumë mirë, sa të hip ma e bjeshke, lutë më mos në dimaj, asë nuk në gjak kush jeti, asë nuk në gjak kujna jeti, asë nuk besaj ty, unë jam Zot, dhe Zot do t'jes. E do ezistoj Krisht, edhe Zot jam unë. Sa i firko është ti ditës së kiametit, pyton. Unë si fregona azja, mu Allah më marë shpirtin që tashmë nuk jam pishma. Unë e kom sa friku balë këtë luft. Jom kanu që ke, e dini shumë mirë. Kom hek shumë vujtje, kina hek me shkiju, e dini shka kim pas ata katilet, në kanë vra lazën e motra, gjitha, në kanë masakru, ku në kanë zonë e rrugë, e kini pas figurën atje, ju kujtot, ofër për mi Prishtinë. A i kanë beti vdekur aty, e dini shumë mirë, qashtu sukur kanë lo, e kanë vrarë gjatë luftës para 26 viteve, e dini shumë mirë vlaqko, se s'pi marë shumë ko, unë ju të regova shka është puna. E qysh u kanë, e qysh e kini pru ju të rritë punën. Ju kërkoj falje për këtë pyetje, se ka me hecë. E ma në men që të fjallë të Abidini s'ka pjo të regan. Unë jam Kosovar, Shqip foli, Shqip këndaj, edhe jam këngëtar, edhe Shqip ha, edhe Shqip qështu. Këtë ndarjen, sa janë ndarë me bashkëshorten? Po jë më do, po nuk nëjë këngë dashurisë, po. Po e lëpë që sa vite janë ndarë? Që 20 vite, ba. 20 vite. Po. Ti s'ke menduar për një marrëdhënie tjetër? Jo hec. Se ndajtet nuk shkoj? Po nuk shkoj puna, nuk hec e Jetoj mi. me ty, apo ishme me gru? Po thmija me mu, nuk u shku me nanë në ratë. Apo nën? Po nëjë diçka këqyri dalo, po më kanë zërë për punë mi kanal, po më dimojnë që shtu gjami jam thirë hoxha da parë mi falë. Qa me po, rast social jam, vëlla bila. Vishë Allah i madhë, gjeleshonu. Jo, kam shpinë tem, ka tonë, po, i kem kusht të liga, pak, vëlla bila. Kam nevoj për një ndim shqiptar, më ndimu shqiptar, po, shumë di. Shojnë kënditëri se kemi shumë njerëz të mëllajtit mirë. Vallaj kem, po isho Allah ish problem. Ju përshini vetë kam nevoj për ushqim, për pare. Qështu që, vishë Allah i madhë. Qa me bo? Më jetojmë budisarës, me ku mund 5, klin, Pa një tonë. me djallin, vishë me djallin, të ina unam ka dek vjetë, që ka me bo Allah i madhë, gjelishonu. Dhe vetë ka me dek, 50 i bona, po Allah i sa më ka dhonë shnetën, ati koshim faj. Isho Allah të rënë zoti. Allah ish problem, jo priste mora, po ata që
për që të kohë më javë shpjegu edhe në shtazi ku nga bu diçka po ma bane halal. S'kum fol kjas. Allah është problem.